Që gjithmonë e kom pas kështu breng me sqaru me ndoshta edhe me kryeministrin Ramos Haradinaj, po edhe me Juve konkretisht. Flitet që domethënë për shkak që Ramos Haradinaj nuk ka leju në atku më bon peja si Mitrovica që ka qenë, realisht e ka ndalu ndarjen e pejes. A më shpëna shpjegu pak një ka shkullta që ka ndodha? Kush e ka përjetu mas luftën në pej, më thonë pjesa më e madhe edhe e qytetit pejes. Më thonë e thojnë nuk e më shefin këta, po edhe djemët që kanë vepru në atë kohë në pej, ne dim që peja ka qenë nda me fix për bistricë të pejes. Kur që din, më thonë pejen shumica e dim, po edhe ka qenë e vendos në tel, më thonë tel ushtarak edhe tel therë që mos me depërtu ura ka qenë e blokume, s'ki pasin konë 2 ura dhe më thonë ku është kalu bistrica pejes, edhe kanë qenë komplet këfori i pozicionum në atë kohë. Edhe tash e dim që pjesa ma e madhe e kriminelve që kanë krime në Kosovë gjatë periudhës luftës, ne kem ditë që janë mshefun në pjesën tjetër andajna. Edhe një farforme ka qenë lloj i ndarjes ose i barikadës njësoj si kur Mitrovica. Nëse dikush mundet me kuptu që ata, dhe me thonë aja ka qenë fix ashtu. Edhe tash strategjia tyne nuk e di, po unë e mendoj se strategjia tyne ka qenë brezat kufitarë, se atër hala, dhe me thonë, Malizi ish pjesë, Serbis ish bashkë Serbia Malizi, dhe me thonë, edhe o logaret ke pjesa kufitare prej Malizi, dhe me thonë, me lidhë me pjesën e Istogut edhe me dalë deri në Mitrovic, dhe me thonë, me rujtë qatë pozicionin ku ata kanë menu nështë në atë kohë dhe me enda si pjesë, po të ju falemnderu shumë njerëzve që kanë kontribu në atë kohë, dhe me thonë, sot peja është qësh është, edhe Istogu është qësh është, edhe shumë qytetet tjera janë qësh janë sot, dhe me thonë, prej kontributit shumë madhë djemve që e kanë dhonë në atë kohë. Edhe du të me konë falemnderus, po merita i shkon normal që i shkon shefit të operativës ose komandantit të zonës në atë kohë, se mos kishë qenë, ndoshta mos kishë qenë Ramushi, peja ishte njësoj si kur Mitrovica, dhe më thonë kishin vazhdu të lashet tutje. Po e ka pas edhe një, dhe më thonë, një ballavaçe me forcat ruse në atë ku? A keni qenë ju atë? Jo, une jom anë mas lufte me Ramushin deri në kohën e demilitarizimit të UÇK-s. Dhe aty tutje unë e kom vazhdu në një formë, Ramushi është dalë në politikë, edhe fatkeqësisht kom qëllu atë ditë, kanë qëllu Gazmend Sylla më doget, Ahmet Jusufi dhe disa 2-3 djemë që kanë qenë me ta. Po ata kanë qenë, aty ka qenë kogja e zorshme, fatbarësisht nuk e di as që është kanë pështu, po atë ditë kanë mujtë edhe me pasoj edhe matë mlaja, ndoshta edhe në domë të Ramushit, po edhe në domë të atyne. Por Ramushi ka qenë, që shëdim Ramushin, dhe me thonë tipi tilë edhe urrejtja normal ka vazhdu urrejtja, se kur e logarit tash, na kem logarit njësoj si Serbin si Rusin, një farforme, edhe prap du të mi logarit të njëtën. Dhe atëherë nuk i pas zgjidhje tjetër se provokimi ka ardhur prej tyne, jo prej Ramushit. Me gjithë se Ramushi se ka pas problemat punë, po...